ka një ajet Kur'an ku njeriu do thotë në botën tjetër, edhe kriminalet, edhe qafirët, edhe muslimanët të pakujdesshëm, vetëm me emër ato që kanë qenë vetëm si tifos të Islamit, do thuan sikur të isha përgatitur për jetën time. Vini vesh, fjala për jetën time. Njeriu nuk do thote sikur të isha përgatitur në jetën time, se ne jetë kryesore zamë këtë dynjë. Ashtu, që është gabim. E di që gabim. Që nuk është jetë. Kjo klasë në të cilën kryhet testi, edhe pastaj rezultatet që në vitën e gjykimit. Kjo nuk është jetë. Nëse ti mendon të kënaqesh në këtë dynjë, ke gabim. Nëse ti mendon ti je rahat në këtë dynjë, ke gabim. Nëse ti mendon se do jetojsh pas prove, ke gabim. Po ti nuk je robot, ti je njeri. Allahu na pru këtu të përgatitemi. Edhe prandaj njeriu në botën tjetër do thote, sikur të isha përgatitur për jetën time. Se Allahu në Kur'an, këtë kemi thonë disa herë, në asnjë vend nuk flet rastësisht për me një dëni gerëm ose dëni fjalë për ta mbush tekstin. Allahu nuk flet kështu. Edhe germat në Kur'an kanë rëndësi të madhe. L edhe për. Edhe fi për shembull. Allah thot, li hajati, sikur të isha përgatitur për jetën time. Do me thonë, jeta e vërtet i dashur Allah. Nëse deri tash të jeni pa kujdesshëm, tash zgjohu. Jeta e vërtet fillon në momentin që ti i mbyll syt nga kjo dynja. Dhe dish, atëherë fillon jeta. Vdekja është dalje nga klasa. Vdekja o dalje nga klasa. Ja jep Azrailit testin që ke mbush, a e mere qon e arkivon ke Zoti, qatë test dhe marrësh në dorë botën tjetër dhe shohë që fa ke bon kret, edhe ma ta inshallah në gjenet. Aman, në varës sa ke mbush. Nëse ke vrapu në bas pares, no stop. Ato inshallah i gjena, gjeja mund dhe i gjesh gjegmi komplet. Nuk shpëtojmë. A nëse me ato pare je përgatit, i ke përdor, si që thotë Allahu në Koran, u e betegi fima ataka Allahu darel akhire, atër ke shpëtojmë. Edhe, krejt ato që ti ka dhënë Allahu, ato mirësi në këtë dynjë, mundo të fitojsh botën tjetër. Darel akhire, shtëpina ahiretit. Sa që jo jetë e përve.